Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme në këtë ditë të hanë. Një nga ditët më të rëndësishme dhe e rëndësishme për nga ana strategjike planetare. Po çfarë ndodh vallë? Kemi të bëjmë shumë me Marsin që zhvendoset nga binjakët, shkon tek gaforja. Mirë po, kur veprimi bëhet emocional, familja kërkon mbrojtje dhe zemër. Nuk hesht më. Marsi zhvendoset në gafore, ku zemra ndizet, familja tronditet dhe ka të shenjat që hyjnë në provë më të fortë. Po cilët janë vallë këto? Por pas të ndikohemi ose themi 12 shenjat zodiakale, i hedhim një sy pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme. Se kur flasim tronditje, dëgjoni edhe vetë që nuk është tronditje kush e di, bëhet nam, jo. Tronditje do të thotë, okay, e prisa diçka tjetër, nuk më dole të ku duhet, mundohem të rregulloj diçka sepse dyshe gjykoja ose kisha një takim për të bërë më shtyhet. Të nuk është tronditje, por janë kuptimin e mirë të fjalës që duhet të veprojmë shpejt, mos ta lëm pas dore. Por jo tronditje, kush e di se tronditje dëgjojmë gjatë gjithë ditës, në gjatë gjithë kohës, por edhe në realitet s'është asgjë. Le të hedhim një sy pikërisht ditëve, ndryshimeve dhe mundësive që kanë bënë. Kemi datën 11, pra ditën e nesme, por neve temat ju e dini shumë, ne i bëjmë më përpara se të vinë koha që juve të përgatiteni dhe të keni mundësinë. Data 11 gusht, kur Marsi zhvendoset në gafore, duke hapur një periudhë shumë të ndjeshme, shumë aktive dhe në disa raste dhe shumë delikate për gjithë shenjat zodiakale. Ky nuk është një kalim i zakonshëm, sepse Marsi është planeti i veprimit, i guximit, i dëshirës, iniciativës dhe zemërimit, konfliktit, pasionit, energjisë fizike dhe mënyrës se si njeriu lufton për atë që do. Kur Marsi kalon në këtë shenjë, ai tregon ku do të drejtohet energjia jonë, ku do të veprojmë më shpejt, ku do të kemi më shumë impuls, ku do të mbrojmë interesat tona dhe ku mund të lindin tensione nëse nuk ka maturi. Do të jemi të kujdesshëm në këto raste, sepse Marsi, ju dini, është ndikimi, është rrezatimi ndryshe i forcës dhe i pamatur ndonjëherë kur ndodhet në shenjë, por shenja e gaforës në shenjë uji është disi i pamatur, prandaj kërkohet dhe vëmendje. Por këtë herë Marsi nuk zhvendoset në një shenjë të thatë, të drejtpërdrejtë ose të ftohtë. Ai hyn në gafore një shenjë uji, një shenjë që ka përballë emocionin, familjen, mbrojtjen e shumë gjëra të tjera, që do thotë ka përballë pritësjapin, që tregon shtëpinë, ecurinë dhe genin gjithashtu. Por në anën tjetër, kjo e bën kalimin e Marsit më të ndjeshëm, sepse Marsi do veprim të menjëhershëm dhe nuk pret, ndërsa gaforja vepron me ndjenja. Marsi kërkon të sulmojë, ndërsa gaforja kërkon të mbrojë. Marsi kërkon drejtim të qartë, ndërsa gaforja ndikohet nga kujtesa, atmosfera, emocioni dhe lidhjet familjare. Për këtë arsye, Marsi në gafore është një energji që nuk shprehet gjithmonë hapur në fillim. Nuk është gjithmonë zemërimi drejt për së drejtë, nuk është gjithmonë vendimi menjëhershëm. Shpesh është një tension që grumbullohet brenda saj. Dhe kjo do thot ndjeshmëri, kjo do thot mundësi dhe rrezatim në atë çka ndodh. Nuk është ajo çka presim nga ndonjëherë. Njeriu mund të mos luftojë me ambicie të jashtme, por mund të luftojë shumë fort për atë që do. Mund të mos tregojë menjëherë për veten, por mund të bëhet shumë i fortë kur preket familja, fëmia, shtëpia, dinjiteti, emocioni dhe kujtimet që ka rëndësi. Ky kalim sjell në qendër të vëmendjes shtëpinë, familjen, prindrit dhe të afërmit. Siguria emocionale, pasuria familjare, kujtime të vjetra dhe ndikime të së shkuarës. Mund të ketë më shumë veprim brenda familjes, sepse nga njëra anë ndryshohet ajo çka është, veprohet ajo çka ndodh, në fakt në një farë mënyre dhe një farë mundësie. Në anën tjetër, ka një ndikim shumë të madh, sepse është shumë e rëndësishme për vendbanimin, për familjen, për shtëpinë, për një ndarje rolesh brenda familjes ose mënyrën se si mbrohet qetësia private.
Një anë pozitive me Marsin nga Fore jep forcë për të mbrojtur atë që është e shtrenjtë për zemrën, për familjen, për fëmijët. Jep energji për të kujdesur për familjen edhe gjërat e tjera që kanë ndikime shumë të mëdha në këtë periudhë. Dhe kjo është një nga momentet ose periudha më ndikuese dhe më rrezatuese. Ky tranzit do thotë Marsi nga Fore mund të bëhet mjaft reagues. Marsi mund të kthejë kujtimin në reagim. Prandaj gjatë kalimit të tij duhet shumë kujdes në mënyrën se si flasim, si mbrohemi dhe si kërkojmë siguri. Ky tranzit nuk duhet parë vetëm si konflikt, duhet parë si thirrje për të kuptuar ku ndihemi të pasigurt dhe pse reagojmë kaq fort. Kur Marsi futet në Fore, pyetjet bëhen më të thella. Çfarë po mbroj? Apo mbroj veten, apo një plagë të vjetër? Apo luftoj për familjen, apo po përsëris një model të kaluar? Apo veproj nga dashuria, apo nga frika? Këto pyetje janë shumë të rëndësishme, sepse Marsi nga Fore mund të jetë forcë e madhe ndikuese dhe rrezatuese për atë çka kërkojmë. Këtu do të përdorim vetdijen dhe zgjuarsinë, maturinë që dalim shumë të fituar, ndikimi më të madh. Për më shumë nga të gjithë ndikohen shenjat që kanë përballë, që të kuptojmë në anën tjetër, kë kemi përballë, kë kanë nga Foret përballë, që mos i keq kuptojnë gjërat. Gaforja ka të bëjë shumë, bricjapi, dashja dhe peshorja. Këto janë shenjat që do të ndjejnë drejtpërdrejt lëvizjen e Marsit në Gafore. Vendi ku Marsi futet në bricjap është përballë Gafores, ndërsa dashi dhe peshorja krijojnë këndë shumë ndikuese dhe kuptim plot për atë çka ndodh. Gaforja është shenja që ndjen më personalisht në këtë kalim sepse Marsi zhvendoset drejt për së drejti në shenjën e saj. Për Gaforet kjo periudhë sjell më shumë energji, më shumë guxim, më shumë iniciativë, por dhe shumë nervozizëm në një kohë. Ndjeshmëria dhe reagimi emocional të Gaforet mund të mos pranohet lehtësisht, ose mund pranohet në heshtje. Mund të kërkojë shumë gjëra në një kohë. Kjo është fuqia që mbizotëron në një farë mënyre mbi atë çka kemi, nëse drejtohet me qetësi. Kurse përballë Gafores kemi bricjapin. Bricjapi ndikohet shumë sepse Marsi në Gafore qëndron përballë tij. Por bricjapët për ky tranzit aktivizon marrëdhëniet, partneritetet, martesat, bashkëpunimet dhe njerëzit që qëndrojnë përballë, që mund të ketë shumë tension në çift. Kontrata bashkëpunimi ose marrëdhënie ku duhen balancuar përgjegjësi me ndjenjë. Bricjapi zakonisht mendon praktikisht, ndërsa Marsi në Gafore sjell palën tjetër me emocion më të fortë. Partnerit, bashkëpunimet, persona të rëndësishëm që mund të kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë drejtim nga atë çka bëhet, nga atë çka është, mbi kuptimin dhe logjikën, por edhe pranimin emocional, se ngadonjëherë ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, por jemi të prirur për shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë. Kurse dashi ndikohet fort, sepse Marsi në Gafore krijon tension në shenjën e tij, sepse e dim që Marsi është guvernatori i dashit. Dhe kjo do thotë ndryshimi, do thotë ndikime dhe mundësi të arta. Dashi është shenja që vepron shpejt, Marsi në Gafore kërkon më shumë kujdes emocional. Nëse dashi reagon me impulsivitet dhe ndikimi më të madh që ka bën tani tutje, është mundësia dhe momenti më i mirë dhe më pozitivi të realizimit. Kurse peshorja ndikohet gjithashtu fuqishëm, sepse Marsi në Gafore krijon tension në lidhje me ndryshime. Mos harrojmë se peshorja është shej ajri. Marsi ndikohet në shej zjarri dhe Marsi vetvetiw ka të bëjnë me ndikimin e madh të gjërave që kërkon. Por megjithëse kërkohet harmoni, mundësi dhe periudhë, ka diçka shumë të madhe mbi atë çka është dhe atë çka rregullohet, startohet dhe rregullohet për gjërat e mëdha që vijnë tani tutje. Por gjithsesi është periudha dhe mundësia për peshorët të nisin diçka të re, por dëshira për të kënaqur është mjaft pozitive, sepse peshorët duhet të mbrojë veten pa humb elegancën. Më të ndikuar nga gjithë këto shenja janë ata që përkasin ditëlishit parë, sidomos personat që kanë diellin, hënën, ascendenten, Marsin, Afërditën, Mërkurin ose pikat të rëndësishme personale të saj. Të Gafores, bricjapi, dashit dhe peshorës, këta njerëz ndjejnë menjëherë hyrjen e Marsit në Gafore, sepse Marsi në ditët e para aktivizon shkallën e parë të shenjave që kanë përballë.
mund të ketë zhvillime të shpejta, të shpeshta, reagime të forta, lajme të ndikuara nga ana e punës të karrierës ose njerëz të rëndësishëm. Vendime, biseda ose situata ku duhet marrë iniciativa. Më gjerë gjithashtu dhe diçi i parë nga ndikimi më i madh që ka të bëjë dhe mundësitë art që kanë tani. Por megjithatë, kjo lidhet edhe në një farë mënyre me kuptimin e plot të gjërave. Në mënyrë praktike, Demi dhe Virgjëresha mund të përjetojnë këtë kalim si energji që ndihmon në kontakte, por kemi dhe mundësitë arta, nuk është puna sepse kemi një problem që nuk zgjidhet me anë të tjera, por më pak drejt për së drejti, por përsëri me ndikimet në përditshmëri, janë shenjat si që janë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit, luani, shigjetari, binjakët dhe ujori. Do të ndjejnë Marsin në gafore në zonat më të veçanta të shenjës së tyre diellore. Për luanin ky kalim shkon në prapasken që mund të sjellë disa gjëra që lajme që nuk i prisnit, pra kërkohet vëmendje. Dhe kjo do të thotë që kuptojmë diçka mbi astrologjinë dhe fenomenet e saj. Mesazhi kryesor për sa përket kësaj teme shumë të rëndësishme është i qartë nga data 11 gusht 2026 dhe në vazhdim, energjia kthehet drejt zemrës, familjes, shtëpisë dhe sigurisë emocionale. Shenjat kardinale siç është gaforia. Pra, kardinale do thot përballë. Se gabim shkruhet kardinale, po ata që kuptojnë kardinale, disa e kuptojnë përballë, por më e udhës është përballë. Gaforia, bricapi, dashi, peshorja janë më të ndikuara, sidomos dhe diçit parë, veçanërisht të shkallës së parë. Marsi gaforia sjell veprime, por veprime që burojnë nga ndjenja, sjell guximin, por guximi për të mbrojtur. Sjell tension, por edhe mundësi për të ndërtuar sigurinë e vërtetë. Kush di të kontrollojë reagimin emocional, mund ta kthejë këtë periudhë në një forcë të madhe për familjen, veten dhe vazhdimsinë e së ardhmes. Tani, para se të fillojmë me parashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka ju dëshironi. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria. Dhe atje tek astrologu.al, shikoni gjithçka dhe atje pastaj mund t'i shikoni dhe në të gjeni veten atje. E atëherë dërgoni një email tek sekretaria, ajo dritare e vogël, dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe në email dhe flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju të shenjës e dashit të duket se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese mbi çështjet që kanë të bëjnë dhe kohën e duhur që juve prisni dhe doni të realizoni, sepse është një nga momentet më të mbara, më pozitive të qenë ndonjëherë, edhe pse juve keni pasur probleme edhe doni që gjërat të shikoni çfarë do të bëni, por unë ju them që kjo periudhë është periudha juaj, është dhe momenti i ardh, i zhvillimeve, i ndryshimeve që mund të vinë, dhe nga njëra anë është puna dhe karriera, në anën tjetër është ndryshimi dhe vendimi që juve merrni. Për dashin duket se shtëpia 4 diellore, ku ndikimi dhe Marsi në gafore është një tranzit shumë i rëndësishëm, shumë i ndjeshëm dhe shumë aktiv, sepse Marsi është planeti që udhëheq shenja dhe ndikimi juaj. Dhe jeni shumë inteligjent, merrni shumë iniciativa dhe kjo ju bën të ndjeni të fokusuar dhe të ndikuar në këtë aspekt. Por megjithatë, është një periudhë mjaft e mirë. Është një periudhë që do flitet shumë mbi karrierën, do flitet shumë mbi ndryshimin, do flitet shumë për çështjet e ndikimeve të mëdha, e mundësive të arta që vinë drejt jush. Edhe pse keni pasur probleme,
edhe pse keni pasur gjëra që nga njëherë mund mos jenë atë ku duhet, po janë atje ku juve kërkoni. Dhe po të kuptojmë arsyen se pse jeni, atëherë do të thot mesazhi për juve të shenjës së dashit. Marsi negafore ju kërkon të veproni për shtëpinë, familjen dhe sigurinë tuaj, por jo të reagoni verbërisht nga zemërimi. Fuqia juaj është e madhe, sepse Marsi është planeti juaj, por tani kjo fuqi duhet të bëhet mbrojtje, jo sulm. Duhet të bëhet qartësi, jo shpërthim. Duhet të bëhet vendim i ndërgjegjshëm, jo luftë me njerëzit e afërt. Kur dashi mëson të mbrojë zemrën, pa e djegur shtëpinë, ky tranzit mund të bëhet një pikë e rëndësishme rindërtimi personal dhe familjar. Dashuria e munguar. Për shembull, kemi me peshore, kemi me bricap, kemi me gafore. A imagjinoni çfarë ndodh nëse jeni ndarë për një në thonjza budallëk apo idiotizëm. E them unë në kuptimin e fjalës se gjëra pa kuptim, ose më tha filani kështu, edhe unë si idiot nuk e pash, për shembull, sepse e besova. Symbyllër. Kur e beson symbyllër azi, çfarë pret pastaj? Kur tjetri e pëlqen këtë gjë, juve e vuani. E atëherë quhet idiotizëm, sepse dua të interesohem vetë, se vetë njoha personin e zemrës. Vajzën, djalin apo djali vajzën. Nuk e njohu që ti thot tjetri fjalë të huazuara, se kështu e dëgjova unë dhe kështu më intereson mua. Atëherë jem vartës i dikuj. Kujdes nga këto gjëra, lidhjet që kanë bëjnë shumë me bricap dhe gafore, që është aja dhe zhëja, bini pas, do më kujtoni, sepse një pasardhës vjen, një dokument e merrni, është koha juaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe favorizuese, që do thot shenja e demit. Për ju të shenjës e demit, duket se fjala bëhet më e fortë, kontaktet aktivizohen dhe vendimet e përditshmërisë suaj kërkojnë më shumë guxim. Dhe kjo duket se është një nga ndikimet më të mëdha, sepse Marsi negafore për ju të shenjës e demit është shtëpia e tretë diellore, një zonë që lidhet me fjalë, mendimin, përditshmërinë, mesazhe, telefonata, takime, pasuri pa luajtshme, dokumenta, mundësi të arta, ambienti e afërt që ju ndihmon jashmase për të bërë zgjedhjen e duhur mbi atë çka jeni, çka keni, sepse është një nga momentet më të mira, është një nga momentet më favorizuese dhe çështjet konkrete që vijnë drejt jush, është një mundësi shumë e mirë tani, edhe pse na duket e vështirë, por jo e pakapshme, por është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë një ndikim shumë të mirë stabilizues, konkretizues për punën, për karrierën dhe dëshimet e tjera që vijnë drejt jush. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme, është koha sepse përkon me zgjuarsinë dhe periudhën e duhur për gjëra të mëdha. Një moment shumë i mirë tani, nuk ka vend për të shqetësuar për këtu për arsye të punës suaj, por gjithashtu është momenti i artë i ndryshimit, i gjërave konkrete që vijnë tek juve dhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është arsye, është puna, është inteligjenca juaj që ju bën të ndjeni mirë në fushën e karrierës, sepse demi gjithmonë ka qenë dhe është në atë çka do, në atë çka kërkon, dhe një nga mundësitë që ka më të arta është pikërisht tani. Lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë janë me akrep dhe ujor, kurse me luan është vetë jeta, nuk i heq asnjë presje kur është momenti juaj. Është ajo çka dua, është ajo çka e jetoj, atë që kërkoj, është mundësia që vjen drejt jush për 1000 arsye, dhe kjo është koha juaj dhe momenti më ideal i që ndonjëherë. Stabilizimi është në dorën tuaj, gjithashtu një udhëtim i papritur ndodh dhe i çështje ligjore merr fund. Përgatituni për gëzim, përgatituni për gjëra të mëdha. Për ju që doni të bëni blerje, bëni nga mesjava, nuk kapni diçka për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet rrezaton dhe ndryshon shumë gjëra në pozitivitetin dhe mundësinë e artë të gjërave të mëdha, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë, sepse Marsi ditën e nesërme që futet në gafore, ku parat kërkojnë veprim, vlera personale kërkon mbrojtje,
dhe shpenzimet nuk duhet të udhëhiqen nga emocioni. Dëgjojeni mirë këtë gjë, sepse ato që ju them, ta kuptoni se do t'ju duhet pak më vonë për gjëra që do bëni, por kur kemi harxuar shumë gjëra, problemi i madh në anën tjetër. Dhe meqense Marsi në gafore, për juve që binjakëve, është shtëpia e dytë. Kjo do të thotë shtëpia e dytë diellore, një fushë që lidhet me paran, fitohet nga puna personale, me burim materialesh, me atë që zotroni, me atë që blini, me atë që kurseni, me atë që shpenzoni, dhe me atë që brenda ju bën të ndjeni të vlefshëm. Dhe madje shumë të vlefshëm. Është një mundësi shumë e mirë, miqtë e mi të dashur, për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimit, dhe është një ndikim mjaft i mirë. Është një ndikim që vërtet juve keni mundësinë dhe periudhën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Marsi në gafore është një thirrje për të vepruar tani edhe jo nesër, sepse është një mundësi shumë e mirë mbi ndryshimin dhe kohën. Dhe mesazhi për juve është veproni me vlerën tuaj, por mos shpenzoni nga emocioni. Marsi në gafore ju jep energji për të fituar, për të kërkuar dhe për të mbrojtur sigurinë, por nëse doni rezultat, duhet plan, qartësi dhe vetë kontroll. Sepse ditë i parë i ka këto gjëra dhe mundoni që t'i zgjidhni, kurse ditë i dytë ndikohet jashtë mase, hap një proces ku duhet të bëni më të fortë se qishit, për të drejtën tuaj dhe të mbroni ata. Koha dhe momenti është në dorën tuaj. Mesazhi për binjakët dhe ndikimi i madh i tyre do të thotë me Marsin në gafore ju kërkon të veproni me sigurinë tuaj materiale dhe mos lini vlerat tuaja në dorë të rastësisë. Fitoni me plan, kërkoni atë që meritoni, mos shpenzoni nga emocionet dhe mos jepni më shumë se sa mundeni, vetëm për të mbrojtur qetësinë. Kur binjakët e kthejnë mendjen dhe fjalët e talentet me vlerë konkrete, ky tranzit mund të sjellë forcim ekonomik dhe më shumë respekt për veten. Është diçka shumë e madhe. Kurse ndikimi më i madh që ka të bëjnë në lidhje me dashurinë, ka të bëjnë binjak shigjetar, binjak peshk, binjak virgjeresh. Është koha dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë për 1000 arsye që mund të dilni dhe fitimtar në gjëra që ju doni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek vetë ndikimi, favorizimi, mundësia dhe koha, tema e ditës së sotme, që është gaforja. Marsi në shtëpinë tuaj, miqtë e mi, të shenjës së gafores, është një tranzit nga ndikimet dhe tranzitet më të rëndësishme, më personale dhe më të fuqishme të kësaj periudhe. Marsi zhvendoset drejt shenjës suaj dhe aktivizon shtëpinë e parë diellore. Do thot energji, do thot mundësi, do thot karrierë, do thot ndryshim, do thot mundësi. Dhe kjo do thot se gaforja nuk e përjeton këtë ndikim nga larg, e përjeton në shpirtin e vet, në zemrën e vet, në nerva, në reagim, në dëshirë, në guxim dhe çdo situatë ku duhet të thot, tani duhet të veproj. Marsi është planeti i veprimit, i forcës, i dëshirës, i guximit, i zgjerimit, i zemërimit, i pasionit dhe shumë gjërave të tjera. Por kjo do të thotë gjithmonë vjen nga një ambicie ose diçka tjetër që mund të ndikohet në farë mënyre, por tranzitet të ndryshme dhe gaforës kanë shumë guxim, se deri tani keni qenë të kujdesshëm dhe të qartë, por vjen momenti dhe koha, ndryshimi dhe reagimi, pozicionimi i gjërave dhe i planeteve, kur është momenti më i artë, është momenti më i mirë dhe më pozitivi që ndonjëherë. Sepse nga ana pozicionit planetar, nga ana e mundësive, ka një diçka shumë madhe që kërkon rregull, kërkon stabilizim, kërkon ndryshim dhe kujdesi më i madh që lidhet me këtë aspekt. Por sa është mundësia, kjo është e juaja dhe ju përket juve. Nuk e diskutojnë me vendyshim, sepse gaforet janë shenja më ndikuese dhe më rëndësishme. Mesazhi për juve, miqtë e mi, është: kjo është periudha juaj për të marrë forcë, por jo për të humbur kontrollin. Marsi në shenjën tuaj ju zgjon, ju jep guxim dhe ju shtyn të mbroni veten tuaj. Përdorni këtë energji për fillime të reja dhe për kufi të shëndetshëm, jo për konflikte që vijnë nga plagë të vjetra. Kujdes,
sepse ndikimi është ajo që ka ndodhë, është ajo që ka keni, që bëni më të fortë se kur dhe keni një nga mundësit, keni një nga energjit dhe ky tranzit bëhet një fillim i ri personal, emocional dhe shumë i fuqishëm. Dashuria për juve të kësaj shenje është me bricjap dhe me peshk të dhjetëqitret. Nëse keni mundësin, bini pas se do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe brenda jush, brenda asaj çka jam, brenda asaj çka dua dhe ku dua të shkoj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është mjaft ndikuese dhe shumë pozitive në anën dhe pozicionimin e planeteve, që do të thotë luani. Energjia punon në prapasken, zemrimi kërkon qetësi dhe shpirti përgatitet për një cikël të ri force. Luan të dashur, Marsin nga fore, që futet nesër, por neve e bëjmë sot për arsye të kuptoni dhe juve mbi atë çka ndodh dhe e rezatojnë, është një ndikim mjaft i mirë sepse ndodh në shtëpinë 12 diellore të shenjës suaj, ku ka të bëjnë me institucione, ka të bëjnë me intuitën, ka të bëjnë me sakrificën, ka të bëjnë me gjërave të mëdha që do ndodhin tani tutje. Marsi është planeti i veprimit, i dëshirës, i energjisë dhe i mundësisë. Luani zakonisht do të shfaqet, do të krijojë, do të marrë vend, do të jetë i dukshëm, do të flasë me zemër dhe do të tregojë forcën e tij. Por Marsi nga fore në shtëpinë 12 i thot Luanit, para se të dalësh përsëri në skenë, duhet të kuptosh çfarë po ndodh në prapasken. Para se të luftosh jashtë, duhet të shohësh çfarë lodh, çfarë ndikimi të lodh për brenda. Para se të kërkosh vëmendje, duhet të pyesësh veten ku ke nevojë për qetësi. Para se të marrësh një vendim të madh, duhet të çlirohesh nga një barrë e vjetër emocionale. Pra, po të shikoni, ky tranzit është një periudhë përgatitje. Pra, me pak fjalë, ka ndikime, ka mundësi, ka rëndësi në gjërat që vijnë. Por Luani zakonisht do të ketë mundësi, do krijojë dhe do të marrë një vend shumë të rëndësishëm. Do të jetë mjaft ndikues dhe rrezatues në ato që bën, në ato që është dhe në ato që kërkon të realizoj. Por gjithashtu, mesazhi për sa përket luanëve, mesazhi do të thotë që mos e nënvlerësoni ato që ndodh në heshtje. Marsi nga fore po ju përgatit nga brenda. Pushoni, vëzhgoni, mos u përfshini në konflikte të fshehta dhe mos lejoni që lodhja të kthehet në krenari të mbyllur. Forca juaj po rindërtohet në prapasken. Ndash kuptojeni, ndash mos ma kuptoni. Se nuk e di, për ato që unë them, disa fjalë që ti kuptoni, për më mirë për flasim qartë, thjesht shqip. Që të dim çfarë na ndodh në anën tonë. E përgjithshmja për juve të kësaj shenje duket se është në fushën e dashurisë, ka të bëjë shumë me ujorin, ka të bëjë shumë me akrepin, ka të bëjë shumë me një ndarje ka qenë me dash, por do t'i lutesh shumë, luan të dashur, shikojeni, studiojeni pak se një problem i vogël ka ndodhur para disa kohëve me dash, por do ta zgjidhni pikërisht këto ditë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëresha duket se stabilizojnë një ndikim shumë të madh dhe një periudhë mjaft ndikuese në anën e tyre, dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me atë çka është dhe mënyrën se si ata e bëjnë gjërat, për arsye të punës së tyre dhe disa gjëra mund mos jenë aty ku duhet, por është aty ku ndodh fenomeni. Dhe është një mundësi shumë e mirë për Virgjëreshat të 10 ditë të parë dhe të tretë një herë, ka të bëjnë me punën dhe çështjet aktuale, disa kontrata të rëndësishme, kurse me qenë se Marsi krijon lidhje, krijon mundësi, krijon kohë. Ka momente që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, por do kohën e vet. Por me qenë se mesazhi për juve të kësaj shenje është mos qëndroni vetëm kur mund të gjeni aleat. Marsi nga fore ju jep mundësinë të aktivizoni miqësi, grupe dhe planet e së ardhmes, por zgjidhni njerëzit e veçantë dhe njerëzit që ju përshtaten juve me kujdes.
jo çdo gjë rreth jush ju çon përpara, rreth I duhur mund të japi forcën e duhur për atë që kërkoni dhe doni. Kini kujdes, mos shkoni mas berihas në thojza, që hajde tu se kam një punë shumë të rëndësishme dhe do t'ju shpëtoj nga problemet që keni ekonomike. Dhe aty keni problemi më të madh. Kini kujdes, sepse Marsi nga fori kërkon të mos bëni gjithçka vetëm. Aktivizoni miqësitë, grupet, kontaktet, planet e së ardhme. Mos zgjidhni njerëz që nuk I dini, po zgjidhni me kujdes ata që dini mirë dhe ju kanë ndihmuar në të shkuarën. Sepse kur Vjesha bashkon aftësitë për organizimin e tyre me njerëzit e duhur, ky tranzit mund të sjellë përparime, mbështetje, vizion të fortë dhe një të ardhme të lumtur. Rritjen e detyrë e keni mundësinë. E gjithë kjo histori me Marsin në gafore do të thotë lidhjen në jetë afatgjat, në dashuri, në familje, lidhje që kanë bëjnë sidomos me Luan dhe me shqiptar, është mundësi shumë e artë, dhe rritjen e detyrë në punën e tyre. Koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja e peshores. Përsa përket peshoreve, me qese peshoret duket se tani për tani, sado që gjërat janë në vështirësi ose keni pasur probleme të mbartura dhe nuk e keni arritur që ku duhet, por vjen një moment tani që ju garanton me 1.000.000%, peshorët sado që kanë pasur probleme ose sado që kanë pasur çështje problematike, them unë, për arsye të punës tyre, për arsye të karrierës tyre, për arsye të gjërave që ata kanë, vjen një moment shumë I artë. Momenti I së ardhmes. Momenti I së ardhmes është sot. Edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra të mbartura, e zgjidhni pikërisht tani. Sepse peshorët duket se karriera kërkon guxim, përgjegjësitë rriten dhe imazhi publik nuk mund të lihet pa mbrojtje. Dhe kjo do të thotë përkthehet në mundësi dhe rëndësinë atë që ndodh. Megjithatë, keni mundësinë tani, sepse ndikimi më I madh lidhet me karrierën, lidhet me mundësitë dhe periudhën kur ndodhin fenomenet. Marsi në gafori kërkon të veproni në karrierë dhe të mbroni pozicionin tuaj, por pa humbur ekuilibrin. Nuk mjafton të ruani paqen kur duhet të vendosni kufi. Nuk mjafton të dukeni të qetë kur përbrenda kërkohet vendim, por as nuk duhet të lejoni që presioni profesional të kthehet në reagim emocional. Kur peshorja bashkon diplomacinë me guximin, mund të ndërtoj autoritete, të mbrojë reputacionin dhe të marrë një drejtim më të fortë në jetën e tij personale, publike, rolin e drejtuesit, ku e keni mundësinë dhe periudhën e duhur juve peshore të dashura. Prandaj bini pas mos ma lini pas dore, sepse është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë. Shkojmë tek dikimi dhe tek dashuria e vërtet që është me dash. A keni mundësinë ju ta bëni? Unë do thosha po. Keni mundësinë me gafore dhe me ujor. Bini pas se do më kujtoni. Shkojmë tek shenja e radhës, tek akrepi. Për akrepët, me qesa akrepët tani për tani, sado që kanë pasur probleme, sado që ndryshe kanë menduar, ndryshe kanë gjykuar, por akrepët janë aty ku duhet, sepse horizontet hapen, besimi kërkon veprim dhe akrepi lufton për një të vërtet më të madhe. Që do thot reagim, do thot rezultat, do thot mundësi dhe përparësi. E gjithë historia dhe mundësia, sepse ndikimi dhe Marsi në gafore ndikohet dhe sundon në shtëpinë e 9 diellore tuaj. Do thot kjo është fusha e udhimeve të largëta, jashtëvendit, studime të larta, universitete, kurse specializimi, ligjit, dokumentat ndërkombëtare dhe jo vetëm. Është mundësia më e artë me pak fjalë, ku do të keni shumë mundësira dhe gjëra të rëndësishme që do të zgjidhni problemet e juaja mbi mundësitë dhe kohën që juve keni dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për një arsye, sepse periudhat që ndodhin ose momentet që kanë të bëjnë, është një moment shumë I mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhje të problematikeve dhe të kohës së duhur mbi ekonominë. Kurse në dashuri duket se me dëmt edhe dishit parë, luant edhe dishit tjetër që është perfektja, kurse me
ujor të ligjit të parë është ndikimi dhe mundësia më e artë që ndonjëherë për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj i keni gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që keni pasur dhe momentet që ju keni tani në tutje. Prandaj shikojeni bashkë me të dashurin tuaj, sidomos me gafore dhe me dash, mos u ndani sepse është një diçka shumë e madhe. Rol drejtues ose blerje që keni të bëni, shikoni, pastaj vendosni. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndryshimeve dhe të mundësive, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për ekonominë, për vazhdimsinë. Dhe kjo është një nga periudhat më të arta dhe momentet më të mira të qenë ndonjëherë, sepse stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha juve ju ndihmon jashtëmase, sepse është kjo periudhë, sepse është ky moment, është momenti i duhur, i dashur për juve, i mundësive të arta që keni. Nuk e diskutoj, nuk e vendosim për një arsye, sepse jeni, keni dhe do keni në anën tuaj më të mirë të mundshme stabilizimin ekonomiko-financiar dhe jo vetëm. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep, të diçit të tretë është perfektja, por me Peshk është vetjeta, nëse keni mundësi, zhvillojini gjërat, mos i lini pasdore, edhe një kohë shumë e përshtatshme sepse një kontratë të rëndësishme punë e bëni. Do jeni shumë të lumtur për kontratën që do të keni dhe momenti i duhur i artë në atë çka juve jeni dhe arrini të përfitoni në anën tuaj, arrini të bëni atë që doni dhe është një diçka konkrete për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të konflikteve dhe të mundësive të arta që keni tani tutje për anën ekonomike financiare dhe për gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në punë, në karrierë, në mundësi që juve keni dhe në vazhdimsi të gjërave që do të diktojnë. Prandaj e them me të madhe, është momenti dhe mundësia më e artë e mundshme e që ndonjëherë. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore dhe vazhdimsinë, karrierën, ndryshimin, vendimin e madh është tani. Prandaj me gafore mos ju ndani se është koha juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se kanë disa mundësi e parë për bricjapët nuk e diskutoj, sepse kanë dy mundësi të arta, ku e para është ekonomia, e dyta është dashuria e munguar, se keni pasur një problem shumë të madh juve dhe nuk e keni akoma zgjidhur problemin, por megjithatë ndikimi që ka të bëjnë tani dhe mundësitë që keni juve është në mesazhin tuaj të shenjës së bricjapëve do thotë Marsi në gafore. Juve do thotë ndërtoni marrëdhëniet me qartësi, jo me kontroll. Marsi në gafore ju kërkon të bashkëpunoni, të dëgjoni dhe të vendosni marrëveshjet të drejta. Kur bricjapi bashkon strukturat dhe ndjeshmërinë, partneritet bëhet më fort dhe më i qëndrueshëm. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, sepse e dini ku shkoni dhe dini çfarë doni të ofroni mbi atë çka jeni dhe keni vetë juve. Dashuria munguar që them nga hera unë, është me peshore, është me Dem, por me gafore që e keni përballë, e kam thënë gjithmonë, por do të dilni dhe ju sfituar, sepse Marsi në këtë shenjë, pra në gafore, do t'ju japi mundësinë, kohën dhe vazhdimsinë e jetës mbi atë që juve keni dhe doni të realizoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorin duket se një nga mundësitë më të arta që kemi tani është periudha e punës e karrierës. Puna kërkon ritëm të ri. Dhe kjo do të thotë që kërkon kujdes dhe përditshmëri. Nuk mund të vazhdoj pa rregulla. Disa gjëra rregullohen, disa gjëra startojnë, disa gjëra arrin për gjëra që bëni koha dhe kërkesat që keni dhe mundësitë të arta që keni tani tutje, është momenti, është periudha dhe startimi i së ardhmes. Sado që kemi probleme, sado që neve mundohemi të jemi korrekt me të tretët, pa janë korrekt të tretët me neve, këtu është çështja. Unë do të thosha që kjo periudhë është periudha më ndikuese, më rrezatuese për gjërat që doni të bëni, për periudhën kur ndodhin fenomenet dhe tani për tani është mundësia dhe periudha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në
çdo drejtim në jetën tuaj dhe në përditshmërinë tuaj. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është kjo periudhë dhe ky moment mjaft i mirë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, për sa përket ujorëve, duket se me akrep, dëm, luan sidomos është një diçka shumë pozitive dhe shumë korrekte nga ana juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë që studion, rregullon, arrin dhe kërkesa të mëdha që ka tani e tutje që ta janë peshqit. Përsa përket peshqive, do të thot, me Marsin e Gafore, tregon, zemra zgjohet, dashuria merr guxim dhe krijimtaria kërkon të dalë në dritë. Një nga mundësitë më të mira për juve Marsin e Gafore e ditës së nesërme është shumë e rëndësishme, sepse lidhet shumë me ndikimin me shtëpinë e 5 diellore tuajën, ku ndikimet janë favorite, momentet janë shumë herë më të mbara dhe pozicioni planetar ju ndihmon jashtëmase. Mesazhi për ju të shenjës së peshqve është Marsi në Gafore ju zgjon zemrën, ju kërkon të dashuroni më me guxim, të krijoni më me pasion, të mbroni gëzimin tuaj dhe të mos e mbani talentin të fshehur. Por duhet kujdes në idealizëm, me dramat emocionale apo gjërat që keni qartësi. Ky tranzit sjell dashuri më të gjallë, krijimtari më të fuqishme dhe një rikthim të bukur në dritat e brendshme të shpirtit, sepse lidhet me punë, lidhet edhe me ndryshimin e madh dhe gjërat që kanë të bëjnë në ekonomi. Ajo që është më e mira për juve të kësaj shenje, të shenjës së peshqve, dashuria duket me virgjëresh, me shigjetar dhe me binjak, por do keni kujdes sepse disa fjalë që janë folur nuk kanë qenë të vërteta dhe kjo është një vërtetësi më vehte sa do të tretë flasin jeni ju pra janë të tjerët. Këto ishin pra tema më e fuqishme dhe më idealja e që ndonjëherë ku zemra dëgjon, kërkon, realizon dhe starton për gjërat që doni të bëni dhe jetën tuaj më të artë dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Para se të ndajmë bashkë, unë ju uroj më të mirën e mundshme, por për ju që dëshironi parashikime të detajuara dhe doni një parashikim të detajuar mbi planetet, mbi ato çka kemi faqen rozatije. Aty zgjidhni nga paketa që ju intereson dhe më pas shkoni tek sekretaria. Atje, nëse nuk i gjeni veten aty dhe doni diçka të re, keni direkt, mund të klikoni tek sekretaria, dërgoni një email atë, se vetëm me email mund të komunikojmë atje, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.